duhet të kuptoni që ne kemi hapur pothuajse grup kapitujt e Bashkimit Evropian dhe 70 direktiva lidhen me pushtetin vendor. Dhe lokomotiva e Tiranës, pra lokomotiva për ne që është Tirana, që është përmbat numri më të lartë të shërbimeve për qytetarët, nuk mund të mbetet peng në këtë rast. Se t'jap fjalën Mirelës që ta përfshijmë diskutim. Mirela, ka një korelacion ndërmjet djalës së kryeministrit pasaj shkarkimit me njëhershëm të Veliajt, apo është argumenti që edhe zoti Muharremi tha që është një rrjedhë normale pune dhe në të mirë të mbarvajtjes së gjithë procesit të shërbimit ndaj qytetarëve në bashkinë më të madhe në vend, ky është një proces normal. Gjithë ky proces ka ndodhur para syve tanë, nuk është se ka ndodhur jashtë syve tanë dhe ka qenë një proces normal. Ne kemi parë se si kryeministri ka thërrit këshilltarët që janë antarë të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, i ka thënë atyre që kështu do të bëhet, edhe kështu do të vazhdojmë edhe këshilltarët erdhën, sepse po të kishte pasur mendime të vetë këshilltarëve të kësaj natyre apo vetë grupet grupi i Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Tiranës do kishte diskutuar për këtë çështje, do ishin mbledhur më herët, madje do kishin sjellë mbledhjet e Këshillit Bashkiak, do kishin pranuar kërkesa për diskutuar për këtë çështje. Ka pasur një farë tabuje që kjo çështje mos prekej fare. Kudo është diskutuar për Erion Veliaj, kudo, në për kafe, në për lagje, në për stola, biseda duke ikur në urban, kudo ka qenë, vetëm në Këshillin Bashkiak të Tiranës nuk është diskutuar për kryetarin arrestuar për korrupsion. Ore edhe nëse megjithëse pretendimi është se nuk është i korruptuar, pavarësisht se u mendoj se është i korruptuar, ka shumë akuza që rëndojnë mbi të, edhe ka dhe bashkëfajtor për këtë situatë të krijuar, por do të ishte vetë këshilltarët, vetë do kërkoja shumë që mos më ndërprisin sepse do të thosha diçka. Unë kam pasur një ndërhyrje dhe kam shumë vështirë që të përgjigjem edhe juve, edhe të flasni kështu, më lejoni ta përfundoj argumentin tim deri në fund. Ashtu si po ju thosha që fakti që këshilltarët socialistë nuk e kanë sjellë këtë shqetësim tyre, nëse shiko na është arrestuar kryetari, po ky është njëri pafajshëm, hajde diskutojmë edhe të vendosim korelacionin drejt për drejt. Por mendimin tim, ashtu si edhe i kam pas kërkesa për sa i përket mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës, që kemi kërkuar jo vetëm shkarkimin e zotit Veliaj, dhe jo vetëm për faktin që nuk është në punë edhe në krye të detyrës, se imagjinoj të ishte, do vazhdonte çështjet korruptive akoma, por për faktin domethënë që ky zotëria ka bërë kaq shumë të këqija për qytetin e Tiranës dhe kemi shkuar deri në atë pikë që është bërë një qytet në cilin nuk jetohet dot. Po nga ana tjetër ne kemi kërkuar që edhe këshilltarët e Partisë Socialiste të ishin iniciatorët për të shpërbërë Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe për të mundësinë të shkonin në zgjedhje si për kryetar bashkia ashtu edhe për Këshillin, cila do ishte frika e tyre. Ama për mua është e rëndësishme që dua ta them këtu që ai që kërkon hyrjen ose marrjen e Bashkisë Tiranës nga Erion Veliaj, ai që kërkon shkarkimin e Erion Veliaj që është po ashtu kryeministri, nuk pas ka asnjë lloj përgjegjësie, as morale, as politike, që të japi po ashtu dorëheqje, të thotë që po ka një kryetar të korruptuar, imagjinoj Bashkisë Tiranës po i kushton kohë, thash, imagjinoj të ishte, por imagjinoj të kishim një kryetar të mirë sa punë, të mirë kishin shkuar përpara. Ndaj, do të ishte po ky këshill, pasi shkarkonte veten e vet, në thonjza do të kërkonte kryeministrit të vendit që të jepte dorëheqjen. Arbër, po qeshi gjatë kohës që po jepte argumentin juridik, zoti Muharremi? Është njësoj si ato vrasjet politike mafioze që të vrasin të thonë s'ka asgjë personale, patjetër është shumë personale. Ishte një vendim i pritshëm, ishte një vendim politik, por është një vendim tërësisht i palishëm dhe antikushtetues. Pse është antikushtetues? Sepse në 115 i kushtetutës thotë notamo e zeza mbi të bardhë që kryetari i zgjedhur i bashkisë, të zgjedhurit vendor në rastin konkret, kryetari i bashkisë së kryeqytetit, shkarkohet për shkelje të kushtetutës. E le blanket, pra e le të hapur se çfarë është kjo shkelje e kushtetutës, por në praktikën kushtetuese quhet shkelje e kushtetutës, cënimi i sigurisë publike, dhënia e territorit, cënimi i sigurisë kombëtare. Pra këto janë shkelje të kushtetutës që mund të shkarkojë kryetari i bashkisë. Gjithashtu, në 162 i ligjit për qeverisjen vendore i referohet në 115 të kushtetutës dhe vendos edhe 2 dispozita të tjera që kanë të bëjnë drejt për së drejti kur dënohet me një vendim penal të formës prerë, që nuk është rasti i zotit Veliaj, dhe gjithashtu kur mungon në detyrë 3 muaj rresht. Tani, në sistemi romano-gjermanik, që bën pjesë Shqipëria, por edhe gjithë Evropa kontinentale, jeta e ligjit është logjika. Që do thotë, në qoftë se një ligj nuk është logjik, nuk është fare ligj. Ma thuaj thjesht, e shkarkuan? Që do thotë, e shkarkuan sepse nuk ka munguar, pra ka munguar 3 muaj në detyrë. Mungesa lidhet drejt për së drejti
me shkaqe dhe rrethana që varen nga vullneti i këtij kryetari. Çfarë ndodh tani? A ka të drejtën Erion Veliaj përderisa shkakimi është jo kushtetues të ankohet edhe të marrë të drejtën? Patjetër që po, zoti Veliaj, nga momenti që do të botohet në fletoren zyrtare, që të jemi konkrete dhe ta qartë edhe për publikun. Ky vendim i Këshillit të Ministrave nuk ka hyrë në fuqi, pra nuk hyrë në fuqi me njëherë. Hyrë në fuqi pasi të botohen në fletoren zyrtare, të kalojnë 15 ditë nga momenti i botimit në fletoren zyrtare, zoti Veliaj mos ta ankimoi çështjen dhe ditën e 16 presidenti i Republikës me propozim të kryeministrit mund të dekretojë datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Kjo do thotë zoti Veliaj me gjitha gjasat dhe mbrojtësit e tij, që unë kam disa rezerva për mbrojtësit që do t'i them më vonë, pse nuk janë në lartësinë e situatës, besoj që do ta çojnë çështjen në gjykatën kushtetuese. Janë shkelur përveç se neni 115 të kushtetutës, është shkelur neni 13 që ka të bëjë drejt për drejt